Me të ndën bënën. Miq të nderuar, dëgjues dhe shikues të podcastit ton, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin e sondëm. Neve për sonte kemi planifikuar një temë nga jeta sociale e shoqërisë sonë, dhe tema e emisionit të sondëm do të jetë shoqëria shqiptare dhe shoqëritë e botës dje dhe sot. Me mua në studio sonte është zonja Prenda Sejdia nga studioja e Lezhës, të cilës i japim fjalën dhe ju përshëndet dhe të prezantoj mysafirin tonë. Zotit Zim, mirëmbrëma. Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin tonë. Pikë pari, uroj me çdo të gëzuar festën e Kurban Bayramit. Qoftë burim drite, shpresë e besimi, lot bekime për ju e familjarët tuaj. Në mua në panel sonte është miku ynë, Zoti Pjetër Gjoka nga Lezhë, dhe të kemi pasur edhe më përpara në panelin tonë si i ftuar, por sonte e kemi marrë si bashkë bisedues për të trajtuar më së miri temën të cilën kemi zgjedhur për sonte. Zoti Pjetër, mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Faleminderit dhe mirë se u gjeta. Mirëmbrëma Zoti Pjetër dhe mirë se vini. Jam shumë i nderuar të jem pjesë e panelit tuaj. Dhe ju zotin Keraj dhe zotin Sejdia për të qenë dhënë pjesë e këtyre emisioneve mjaft interesante që ju faleminderit. Faleminderit që keni planuar festën të jeni me ne. Të fillim të ju përshëndesim me një këngë. Po, para se t'ju përshëndetni, unë do të uroj gjithë besimtarëve musliman urime dhe gëzuar dhe me fat festën e Kurban Bayramit. Një festë të cilën e festojnë komuniteti musliman dhe i urojmë të gjithë atyre që sot kanë festuar dhe festojnë dhe po festojnë. Urime gëzuar për shumë mote me fat. Zoti ju apraноft lutjet. Amen.
Faleminderit zonë e Brenda, do filloni. Të bekimin çdo familje shqiptare urojnë me shpirt. Faleminderit nga ju, faleminderit edhe për këngën. Do dëshirojmë që fillimisht na thoni ju disa fjalë për shoqërinë shqiptare dhe shoqëritë e botës dje dhe sot. Faleminderit. Shoqëria shqiptare dhe shoqëritë e botës dje dhe sot. Shoqëria shqiptare ashtu si shoqëritë e tjera në botë ka kaluar dhe vazhdon të kalojë ndryshime të thella dhe të shpejta. Këto në çdo aspekt të jetës, duke filluar struktura familjare, vlera, ekonomia, teknologjia e deri tek mënyrat e qeverisjes dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Shoqëria shqiptare dje dhe sot. Shqipëria ka përjetuar një transformim jashtëzakonshëm, sidomos pas rënies të regjimit në 90. Përpara me rash në botë. Vjetë e kodishtën së shpillim të qëror, një formë e ka dhe më të interpellisë. Kështë e kontroli shëror, shoqëria ishte bazuar në ide ku individi nënshtrohej totalisht në shtetit. Liria e shprehjes dhe ishte kufizuar. Dhe çdo mosbesim ndaj shtetit. Ekonomi e centralizuar. Ekonomia ishte plotësisht e kontrolluar nga shteti me pak hapësirë për iniciativën private, vlera tradicionale dhe familja, vlera tradicionale si mikpritja, bujaria dhe solidariteti brenda komunitetit ishin të forta. Familja shërbeu si një strukturë rëndësishme shoqërore, ndonse edhe ajo ishte në ndikimin e politikave shtetërore. Analfabetizmi. Përpara regjimit komunist, analfabetizmi ishte i lartë, por pati përpjekje për ta ulur atë gjatë periudhës komuniste. Sot periudha tranzicionit dhe integrimi global, liria dhe pluralizmi pas viteve 90, shoqëria shqiptare përjetoi një hapje drejt pluralizmit politik dhe lirisë së shprehjes. Çdo individ ka të drejtën të shprehë mendimin e tij e të zgjidhë përfaqësuesit me votë të lirë. Ekonomia tregut u kaluar në një ekonomi tregu e cila ka sjellë mundësi të reja, por dhe sfida si korrupsioni, pabarazia sociale, papunësia, globalizmi dhe migrimi. Shqipëria është integruar më shumë në proceset globale në lëvizjet më të mëdha njerëzve, mallrave dhe informacionit. Kjo ka sjellë edhe një mal të madh migrimi, duke ndryshuar demografinë dhe strukturën sociale. Ndryshimi i vlerave bashkë me modernizmin dhe globalizmin janë vënë re ndryshimet në vlera tradicionale, ndonse mikpritja dhe bujaria mbeten pjesë e kulturës shqiptare. Shoqëria përballet me sfida si rritja e individualizmit, korrupsioni dhe dhuna në familje, roli i shoqërisë civile. Shoqëria civile ka një rol më aktiv në adresimin e problemeve shoqërore dhe në mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Zhvillimi teknologjik, ardhja e teknologjisë moderne ka transformuar mënyrën e komunikimit, informacionit dhe argëtimit. Shoqëritë e botës dje dhe sot. Ndryshimet përbashkëta dhe specifika. Zënë Brenda, do të ndalim këtu të bisedojmë pak këto çështje të njerë, por para se të dalim tek shoqëritë e botës, të bisedojmë për ndryshimet që kanë ndodhur tek shoqëritë tona dhe fjalën do t'ja japim tani të ftuarit ton të na flas për gjithë ato që i ka kaluar shoqëria shqiptare për të vazhduar deri te ndryshimet e sotme dhe ditët e sotme ku jemi. Pra si e shihni zoti Pjetër ju këto ndryshime të shoqërisë shqiptare në përgjithësi, pra duke filluar, po marrim për shembull nga lufta e dytë botërore e këtej.
sepse ju jeni dëshmitar gati të gjitha kohërave, keni qenë pjesë aktive edhe në shtet dhe pushtet edhe me sa jam informuar edhe në armat dhe sigurisht se ju këto ndryshime i keni përcjellur nga afër, pra i keni jetuar dhe mbijetuar këto ndryshime. Faleminderit. Edhe unë shpari desha të përcjell urimet më të mira nga zemra për festën e Kurban Bayramit. Faleminderit. Gjithë vëllezërve tanë musliman, duke shputur dhe i bashkuar një pjesë nga kodi kulturor i shqiptarit, e cilin po citoj. Kurban, ne kemi kurban e bashkë, për Shqipërinë e kemi bashkë. Jo se si, faleminderit shumë. E bukur. Për dalë në temën që ju po i referoheni, është një temë shumë interesante, shumë komplekse, është shumë e gjerë, por për të dalur pak ma këtej, e lufta antibotërore e këtej, ne, populli shqiptar, kombi shqiptar, sigurisht kaloi një periudhë të vështirë dhe orientimi nga lindja që kombet tona patën për shkak të televizive të asaj kohe, thonë që populli shqiptar, Shqipëria, Veshmas, po dhe ju, populli të vllaut kosovar, në anën tjetër, të jemi pjesë e këtij sistemi, jashtë quajtur sistem socialist, i cili në tërësinë e vet një sistem, po brenda llojit kishte edhe ndarje, kishte edhe ndryshime dhe mënyra se si zbatohesh. Në Shqipëri, për fat të keq, u mor sistemi më i egër, socialist, një sistem stalinist i egër, dhe pati është veçoritë e veta shumë të vështira, dhe që i takoj të mbajnë në korrizë popullit shqiptar. Ndryshe ishte çështja tek zbatimi i këtij rendi socialist të Jugosllavi, vetë administrimi jugoslav i kemi thënë së kohë, që lejonte pronën private, që konkuronte një herëshme me pronën e përbashkët me pronën socialiste që u quajtur atëherë, dhe ishte krejt ndryshe, një vetë administrim, që kishte në ndryshim të madh në sistemin që ne zbatonim për Shqipëri. Tu ishte një sistem tërësisht totalitar. Njeriu ishte i zhveshur nga mjetet e prodhimit. Njeriu ishte përtej një krijesë që ishte plotësisht i zhveshur nga çdo drejt njerëzore pra. Ja ka dhënë natyra, së bashku me jetën, njeriu t'i ka dhënë edhe disa të drejta, pa mohueshme. Këto të drejta në atë sistem për popullin shqiptar Veshmas ishin shumë vështira. Nuk u bash fjalë për drejtën e pronës, mbi pronën. Njeriu ishte kornizë në punën dhe veprimtarinë e tij, në qëndrimin e tij, në zhvillimin e jetës, dhe për të mbajtur këtë regjimi asaj kohe, e mbajti të mbyllur Shqipërinë, e kyçi, dhe përrjedhoi, o Karalleku ishte i skajshëm, tepër i skajshëm. Njerëzit jetonin si mos më keq, sepse ishin të mbyllur në botë. Kishin masit drejt mbi pronën dhe as një të drejt tjetër, se kur s'ke drejt nga pikpamja ekonomike, të drejta tjera përvalojnë pastaj për keq edhe ato. Por ajo që unë do të theksoj asë kohë, ishte përveç kësaj që thash, ishte edhe zhvillimi i luftës klasave, që në Shqipëri ka qenë në ekstremin më maksimal.
Kjo e ka dëmtu shumë popullin shqiptar. Njerëzit munin edhe si pis, i përnjekje e pa shoqe. Dhe njerëzit filluan të diferencohen, filluan të shkimet dhe fatura njerëzore ishte shumë e madhe. Dhe rënja mbrapa e zhvillimi është statik. Nëse mund të bëjmë një krahasim, nëse krahasomi me një zog të vogël nga natyra, një kalerinë që mund ta mbyllësh kafaz, ai zog është i bukur, ka vlera, por i zhvillon vetëm brenda kafazit të tij, dhe s'ka asgjë dorë vetë që të dalë për te kafazit. Kështu ishim edhe ne, mbyllë. Edhe ne nuk kishim mundësi të shpalosim vlerat, energjitë, mençurinë, zhvillimin, për të treguar si gjitha shtetet e tjera perëndimore, veç pas një zhvillim më të mirë. Ne mbetëm në zhvillim vetëm brapa shumë, vetëm vend të bro, pile disa herë bëmë edhe regres brapa. Kjo ka dëmtuar shumë popullin shqiptar. Tani, unë fola për Shqipërinë, po me informacionet që ka marrë edhe për popullin e Kosovës, edhe atje kishte një diferencim të madh racial. Kosova edhe atëherë i fije në mënyrë më të moderuar, por shfrytëzoi të shtypësh në regjimin serb, edhe në kohën e Gaddafi's. Megjithatë, përsëri domosdoshmë populli i Kosovës ka asumë me popullin e Shqipërisë, kishte disa përfitime më të mira. Nëse jo për të përbanin shumë peshë, por krahasuar me ne, popullin tonë ato ishin pak më përpara. Kështu që sistemi ynë i takoi popullit shqiptar ta vunte. Dhe vujtëm shumë. Faleminderit, zoti Pjetër. Zonja Pranda, do të shtonit ju rreth kësaj çështje? Jo, më vonë. Aha, do më lejoni edhe mua t'i them 2-3 fjalë, me pak fjalë ta përmbledh edhe unë një pjesë, me që unë vi pra 22 vite pas luftës së dytë botërore, pra në 67-ën, por gjithsesi se ato që janë zhvilluar pas luftës së dytë botërore me Kosovën, me popullin shqiptar, në përgjithësi në ish Jugosllavi, kanë filluar qysh në konferencën e Avnojt në 29 nëntor 1943 në Jajce, kur janë përcaktuar pra 6 republikat dhe 2 krajinat, dhe kësaj pastaj fillon ajo katraura për shqiptarët. Pra shqiptarët ndahen në pjesën e Kosovës, në shqiptar në Maqedoni, shqiptar në Maltëzi, shqiptar në Serbi, pra shqiptarët u coptuan në një farë forme në disa republika. Ndërsa ajo me e keqja që ndodhi, Kosova mbeti pra krajinë autonome bashkë me Vojvodinën, dhe mbeten të gjitha në kuadrin e Serbisë, pra në tutelën serbe. Dhe ky status pastaj nuk ka qenë i barabartë me republikat e tjera. Dhe kësaj Kosova pra ka qenë gjithmonë atakuar. Pra fillon me njerë pas luftës së dytë botërore, fillon aksioni me në emër të mbledhjes së armëve me Aleksandar Rankovićin, ministër të brendshëm të Jugosllavisë, pra ministri Titos. Dhe kësaj pra këtu vihet të një dëmtim shumë i madh i shqiptarëve, sepse në emër të mbledhjes së armatimit shqiptarët u shkallmuan në Dajaçin, në financa, por besa edhe një pjesë e madhe e tyre u shpërngul edhe për Turqi dhe vende tjera të Evropës. Merrjen e Rankovićit filloi një epokë pak më e lehtë, por jo gjithmonë, sepse vinë demonstratat e 67-68-s për flamur, dhe edhe në atë kohë më ka pas gjakderdhje për flamur. Pra u hap një mundësi dhe u dha një lloj flamuri që të ngritin flamurin shqiptar, pra. Por se më vonë pra vije hapja universitetit, pra ishte një plus i madh për ne shqiptarët atje, sepse po fillonte një epokë e re e edukimit dhe kishim mundësi jo më të studionim
në përqendrat e mëdha të tjera si në Beograd, Zagreb apo diku tjetër, por të studionim edhe në Prishtinë, pra u hapën katedra të ndryshme të cilat do të përgatitnin për popullin shqiptar për kohën që do të vijë. Dhe pastaj filloi u hartua edhe një kushtetues që krijoi një lloj autonomie, por gjithmonë pra në kuadrin e Serbisë, se Serbia nuk çonte pe, pra kërkonte ta mbante Vojvodinë. Dhe kësaj populli shqiptar ishte vazhdimisht i shtypur vazhdimisht nën tutelën serbe dhe nën tutelën jugoslave, pra. Kjo epokë zgjati për disa vite deri në vitin 81, kur shpërthyen demonstratat e studentëve në Prishtinë dhe pastaj në gjithë Kosovën për në fillimisht për të drejtat të shqiptarëve, për të drejtat të studentëve atje, por më vonë këto, domethënë u përhapën dhe u hodhë dhe parolla Kosova Republikë, pra për një republikë, për statusin e republikë, kërkoi një avancim. Mirë po, Serbia në asnjë mënyrë nuk lëshoi pe dhe i shtypi shqiptarët me masat çpati dhe gati 600.000 shqiptar kaluan nëpër burgjet jugoslave dhe nëpër torturat e tjera që i kanë pas organet e sigurimit, si ato shtetërore, si ato komunale. Pra një tmerr i madh kundër shqiptarëve. U stigmatizuan shqiptarët, u burgosën, torturuan, u shkatruan ekonomikisht dhe gjithçka u bë me ta. Dhe më vonë, domethënë, duke pa Serbia se shqiptarët po ecin, pra filloi të rrnoi institucionet, të rrnoi televizionet, të rrnoi institucionet, zaptoi universitetin, zaptoi shkollat, mbylli, bëri helmimin e nxënësve dhe studentëve dhe kësaj pra u vështërsua shumë deri në ngritjen pra të Miloševićit, që pastaj më veç filloi të nxjerrë ratas deri te ardha e të armatosin. Është ai viti apartheidit që ne e quajmë vitet 90-99, pra dhe ky apartheid mos u durua deri në luftë dhe deri në shkrim. Shoqëria shqiptare sot në Kosovë, çfarë themi, është e përgjysmuar sepse mbetën shqiptarët në shtetin e Maqedonisë, mbetën shqiptarët në shtetin e Serbisë, mbetën shqiptarët në shtetin e Maltezi, mbetën shqiptarët Kosovë dhe mbetën shqiptarët Shqipëri, pra shqiptarët asesi nuk arritën deri te qëllimi i bashkimit. Pra kjo është ajo rezumeja e shpejtë, e shkurtër që i bëra unë në asaj pjesës. Zonja Prenda, do të na shtonit ju apo zoti Pjetër diçka rreth këtyre gjërave? Për shembull për arsimimin që është një resor shumë i rëndësishëm. Në fakt, arsimimin në Shqipëri, ndonë se ne kemi qenë një shtet i izoluar, siç e tha dhe Pjetri më herët. Për arsimimin është bërë një hap shumë i rëndësishëm menjëherë pas luftës së dytë botërore. U vu detyrë e rëndësishme mësimi, siç është quajtur atëherë shkrim e këndim, pra për të mësuar shkronjat, për të lexuar, për të shkruar, edhe moshat e mëdha. Në vitin 1960, me sa kujtoj, populli shqiptar mbitet 10% e popullsisë ka mësuar shkrim, lexim e matematikë. Ndonë se në mosha shumë të mëdha, pra shkosh 13 vjeç në klasë parë nuk ka qenë lehtë, sepse 13 vjeçë në atë kohë është quajtur një krah pune për familjen. Kanë përdorur si një vari apo për të marrë me punë të shtëpisë. Mirë po sistemi i detyroi ata të shkojnë në shkollë dhe mes gjithë këqijave që ai sistem ka bërë mbi popullsinë shqiptare, secili prej nesh konstaton se arsimi ka qenë në nivele të larta. Nuk po të them për moshat e vjetra deri në 1960, por kur u bë arsimi detyrueshëm, nuk kishte shans të dilje nga klasa pa përvetësuar mësimin deri në vitet 1990. Faktu bë 1990 e në vazhdim, faktu bë që kjo liria, nga njëherë thonë liria tepruar është shturje. Po të shikojmë
Një person që ka mbaruar shkollën e mesme në kohën e Partisë Punës është më i aftë për laps se një që po mbaron shkollë të lartë. Kjo është për të ardhur keq, sinqerisht është për të ardhur keq, sepse duke menduar që ne po aftësohemi nga teknologjia, nuk duhet i lëmë fajin teknologjisë. Fajin duhet t'ia lëmë vetes tonë që anashkalojmë librin. Po zoti Pjetër, do kemi për të folur shumë, Po, unë desha të shtoj. Po, gjithsesi me shumë kënaqësi. I tha shumë gjëra tamam si qenë. Dhe do të them se që në fillimet e asaj kohe, arsimi zoni vetë veçantë në Shqipëri. I duhet dhe në hapë për atë që ka pas, të drejtë, ashtë të drejtë të thuhet e cilësor. Mori një luftë të ashpër, një luftë pa shumë të madhe për zhduke në analfabetizëm. E te arriti 100 vitet e para, duke kushtu analfabetizmin, duke hapur kurse private, dhe për shtëpia, duke mësuar me grupe familjesh, me grupe njerëzish, për mësuar diçka nga ABC-ja, nga alfabeti. Dhe deri tek forcimi i shkollës. Për të ardhur pastaj tek shërbimi i detyrueshëm. Ai e kishte me ligj shërbimin e detyrueshëm për 7 vjeçare. Mësimi i shkollës 7 vjeçare. Më vonë zori edhe të mesme. Tani, a ka dyshim? Sigurisht. Kjo ishte paralel për zhvillimet e tjera. Nuk mund të themi që e patëm të zhvilluar, po masivizimi, kërkesa që e madhe. Dhe pati arritje. Unë po theksoj një gjë që do të bëjmë krahasim edhe më pas pjesën tjetër, por asaj kohë. Trekanshi, mësues, marrëdhëniet e mësues, prindër, nxënës. Ka qenë një marrëdhënie shkëlqyer, një marrëdhënie që rrit të rolin prindërit, rrit të rolin e mësuesit, domosdoshmë, po edhe të nxënësit. Kjo marrëdhënie ka qenë për të marrë shembull, do të thënë vërtetë, ashtu siç është. Dhe njerëzit për vetë performantët e mësuesit kishin një respekt veçantë për mësuesit. Gjanë që tani për klasin më vonë nuk mund të krahasot. Figura mësuesit tani ka rënë shumë. Po edhe roli i prindërit ka rënë shumë. Domethënë kjo ka qenë baza. Pra kërkesa ka qenë shumë e madhe. Tani ha diskutim cilësia, pjesa e hapjes së përkuar, diskutim për shkollim e përësim, sepse mund të bëhet e izoluar, ajo në atë kohë, ajo pak teknologji bashkëkohore që ishin të izoluar ajo. E megjithatë, ka pas një cilësi mirë. Edhe sot dallon siç e tha zonja e nderuar, Brenda, edhe sot bëhet tjetër. Një me shkollë mesme, pa frikë, pasaj kohë, bën punën e një më mirë sa që kemi sot këtë sistem bashkëkohor. Faleminderit. Kjo është shumë e vërtetë, se ne po e themi disa herë vërtet. Ajo që është për të atë keq sot është se për shkruar kanë vështirë të shkruajnë edhe ata që kanë mbaruar universitet. Pse? Shkronjat e dorës po harrohen. I mësojnë klasë të parë e dytë, pastaj diagnozosin me shkrim shtypit dhe përqendrohen tek teknologjia. Pra, prandaj themi kanë qenë shumë më të përgatitur. Shkrimin që kanë të gjithë ata që kanë mbaruar me sistemin e nërhorës, kanë bukur shkrim, kanë kaligrafi. Po lezet të shikosh se sa bukur shkruajnë në një fletë apo në një fletore. Kurse sot nxënësit e klasës 8 ose klasë 7, klasë 5, klasë 7, se lërë shkollës mesme, s'po het lla, ose shkollës lartë atëherë tjetër
tjetër kategoria jo. Kjo për mendimin tim është një neglizhencë jashtëzakonshme e mësuesve dhe prindërve. Sepse prindrit e sotëm janë më të përkushtuar të rrinë në Facebook, në TikTok, këto aplikacione që kanë nëpër telefona, sesa të interesohen për fëmijën. I ka bërë detyrat, a është përgatit? Mirë, tani ndoshta një prind nuk e kupton detyrën e fëmijës, se ndoshta po flasim shumë për arsimin, por është një pikë shumë e nxehtë për shoqërinë shqiptare. Ndoshta nuk e kupton detyrën, por në qoftë se i thot fëmijës që lexoj mësimin, a lexon rrjedhshëm ajo, e kupton? Po, a e bëjnë? Jo. Kështu që duket e kanë parim me ushqye, me vesh e me i madh, me fjetë brenda shtëpisë, edhe a mësoj, as mësoj, i ka detyrë mësuesi. Jo, nuk është detyrë. Detyra e mësuesit është me shpjegu, me kontrollu detyrën e shtëpisë, detyrën e klasë, me ja kontrollu njohuritë që ka. Nxënësi nuk do të ngelet pas për fajin e mësuesit në shpjegim. Por për tjerat është faji prindit. Lere më që shkojnë e thotë, mos ma prek fëmijën tënë, ne nuk jemi për dhunas, nuk jemi për... Unë kam qenë mësuese vetë, 16 vite, kam qenë vetë nxënëse, kam pas vëllezër nxënës, kam nipat nxënës. Mirë, po mua nuk më vjen mirë në qoftë se nipi im shkon pa detyra në shkollë dhe mësuesi nuk i thot asgjë. Nxjerr aty para klasës se lere në një kënd që na vinin ne dikur. Jo, po është liria e shprehjes e drejta e nxënësve. Çfarë të drejtash e detyrash kanë ai tip? Flasim çdo ditë për të drejta, por për detyra jo. Kam të drejtë të ushqehem, kam të drejtë shkoj në spital kur jam i smur, kam të drejtë të vishem, kam të drejtë do me thënë gjithë të mirat materiale. Po ti o njeri që i kërkon të gjitha këto të mira materiale, kur përgjegjësit, a i merr ndo pak parasysh, sepse ky fëmijë sotëm nesër do jetë familjar, do jetë prind. Dhe merr shumë nga ajo që familjaria e tij e përcjell shumë gjatë jetës. Shpesh pyeten edhe të rritur moshat mëdha e pyeten në panele të ndryshme, ka qenë familjaria jote, sepse është sado që na duket ne jam se është shtëpi, është një pjesë shumë e rëndësishme e njeriu se si rritet në familje, sa përkrahje ka, sa i aktivizuar është, sa e ndjen peshën e përgjegjësisë, sa ndjen peshën e detyrës. Krahas të drejtave, nuk themi me shkel të drejtat. Përgjegjësia e detyra s'ua përmend kush. Ndoshta zgjata pak. Unë pajtohem plotësisht zonja Prenda sepse arsimimi i një shoqërie, një populli, pra në plotësi është bazë për një ndryshim të së ardhmes dhe neve këtu e shohim vetëm në të ku jetoj unë, sepse atje fillon edukimi dhe atje pastaj fillon edhe ndryshimi i gjithë shoqërisë, pra për ngritje. Për ta zgjeruar pak kam vetë një pyetje shumë e shkurtër. Kur një shtet e kupton se një shtet tjetër do ta sulmojë, çfarë bën? Rryn duarpysh apo përgatitet për ofensiva të ndryshme? Në qoftë se ne e shohim se një botë është në rrugullisje. Pra ato të mirat materiale ti do t'i sigurosh vetë, por që për traditën, për kulturën, për këto gjëra nuk bëhet llaf, atëherë a është detyrë e njerëzisë të zgjohet nga gjumi e t'i vënë ato detyrë. Si që kemi mësuar ne për veti, ti transmetojnë tek brendat? Siç e thash edhe më parë, pra arsimi është baza e ndryshimit të një shoqërie dhe në këtë pikë sikur i takon pra institucioneve dhe institucioneve arsimore, pra nga shteti, nga ministria atje lart dhe ku harton plan programet pra për ndryshim, se shohim se
shoqëria po ndryshon, po nga njerë edhe jo për të mirë po ndryshon, por ka marrë qalë dhe po qalon, pra duhet të ndryshohet edhe baza arsimore për të korrigjuar pra dhe rezultatet tona të dobta që po na nxjerr pista atje. Por se gjithsesi kjo me siguri do të jetë një temë shumë e gjerë, megjithatë unë e them se baza e ndryshimit të një shoqërie është edukimi që nga fëmijëria përpjet, pra unë pajtohem plotësisht me ato. Unë për ta zgjeruar temën dhe debatin e kësaj teme do të lexoj edhe diçka. Shoqëritë e botës dje dhe sot, ndryshimet e përbashkëta dhe specifikat. Shoqëritë botërore në përgjithësi kanë përjetuar ndryshime të ngjashme me Shqipërinë, por me ritme dhe karakteristika të ndryshme. Dje epoka paraglobale dhe industriale. Sistemet politike të ndryshme nga monarkitë dhe perandoritë të regjimet autoritare dhe fillimet e demokracive. Ekonomia agrare dhe industriale. Shumë shoqëri bazoheshin në bujqësi, ndërsa revolucioni industrial solli zhvillimin e industrive dhe urbanizmit. Kufizime gjeografike. Komunikimet dhe lëvizja ishin më të kufizuar, duke sjell pak ndërveprim kulturor dhe ekonomik. Pra sot kemi mundësi më të mëdha. Struktura sociale të hierarkizuara. Shumë shoqëri kishin struktura të rrepta sociale, me ndarje klasore apo kaste. Sot, epoka globalizmit dhe digitalizmit. Globalizimi, ky është procesi më i rëndësishëm që ka ndryshuar shoqëritë botërore. Ai përfshin globalizmin ekonomik, rritja e tregtisë ndërkombëtare, lëvizjet e kapitaleve dhe korporatat shumë kombëshe. Kjo ka sjell rritje ekonomike për disa, por edhe pabarazi për të tjerë. Globalizmi kulturor, prapja ideve, vlerave produktive dhe mënyrave të jetesës ndërmjet medias, teknologjisë dhe migrimit. Kjo mund të pasuroj kulturat, por edhe të kërcënoj idetë e identitetit lokale. Globalizmi politik, bashkëpunimi ndërkombëtar për çështje globale si ndryshimet klimatike, shëndetësore dhe siguria. Zhvillimit teknologjik, interneti, telefonia celulare dhe inteligjenca artificiale kanë revolucionalizuar komunikimin, arsimin, punën dhe jetën e përditshme. Urbanizmi dhe diversiteti. Popullsitë botërore është gjithnjë më shumë të urbanizuara dhe shoqëritë janë bërë më të ndryshme nga pikpamja etnike, fetare dhe kulturore. Pra është një trend i shuarisë së vendbanimeve të vogla siç janë fshatrat dhe turën drejt qytetit. Pra kjo është një trend edhe që sjell të ndryshim, pra gjithmonë po flasim për ndryshime. Sfidat globale, shoqëritë përballen me problemet përbashkëta si ndryshimet klimatike, varfëritë, pandemitë, terrorizmin, pabarazinë etj. Krahasimet dhe përfundimet. Shqipëria me tranzicionin e saj të shpejt nga izolimi në globalizëm, shfaqen shumë sfida dhe mundësi që të përjetojnë edhe shoqëritë e tjera shqiptare. Pra edhe në shoqërinë shqiptare shfaqen këto probleme. Ndonë se ka ruajtur elementet forta të identitetit traditave. Ajo është gjithashtu e ekspozuar ndaj ndikimeve të jashtme dhe nevojës për të përshtatur me ndryshimet globale. Në thelb, ndryshimet nga dje tek sot përfaqësojnë një kalim nga shoqëri më të izoluara, shpesh me struktura të centralizuara dhe vlera tradicionale, në shoqëri më të hapura, të ndërlidhura dhe komplekse, ku teknologjia dhe globalizmi luajnë një rol thelbësor. Sfidat dhe përfitimet e këtij transformimi janë objekte të diskutimit të përpjekjeve të vazhdueshme për një zhvillim të qëndrueshëm dhe të drejtë. Pra, unë bëra një paralele asaj çfarë është bërë në Shqipëri edhe në Kosovë, në tokat shqiptare, me çështjen globale në përgjithësi me shtetet e Europës. Dhe këtu tash mund të debatojmë pjesërisht, nëse dëshironi ju të na thoni diçka zonja Prenda apo zoti Filozofa. Drejtohesha si që na thot për globalizmin politik. Po, tani jetojmë në një realitet
caktuar historik dhe shikojmë të gjithë zhvillimin global, përpiqemi ta studiojmë, ta shohim në realitet, në shi, ashtu siç është, dhe vrejmë me keqardhje që bota është në një krizë. Që do të thotë sistemet e zhvilluara ekonomiko-shoqërore që kanë kaluar e gjithë globi, edhe Shqipëria në rastin tonë, komi shqiptar, si sisteme që kur e kanë dhënë atë që mund t'i jepshin. Tani, që kur ka një farë dështimi, edhe sistemi kapitalist nuk menaxhon dot krizën globale të klimës, ndryshimet klimatike. Nuk e menaxhon dot, duhet ta menaxhojë sistemi kapitalist. Sepse këtë ka me mira faktor, kryesisht mbrojtja klimatike vjen nga zhvillimi i industrisë së anë. Duhet vendet e zhvilluara ta fillojnë nga vetja ti pra kundërzon sistemi kapitalist. Që hapësira mjedisi të mos krohet nga typa, nga zhvillimi i industrisë së anë. Duhet një sër faktorësh, po për mua sot çu analizojnë, shumë problem është mbrojtja globale. Është shumë problem. Dhe Aja shqipin një faktori. Po faktori ku pleqen shumë faktorë. Edhe ne këtu që s'kemi industri tranë, dhe ne kemi çfarë bëjmë. Por ne jemi sot në rujë, ku duhet jetë, për të rujë mjedisin. Ne jemi në luftë me mjedisin, nuk jemi në marrëdhënie të mira me mjedisin. Pa siguru një paqe njeriu me mjedisin, nuk mund të ketë paqe njerëzore. Paqe du ta vëmë herë në mjedisin që marrë. Për ta mirëmbajtur mjedisin. Pastaj fillon paqja më gjerë në një koncept më të lartë, më të madh. Dhe këtë kemi vërtetë në këtu në Shqipëri. Që është vërtetë. Tani me bë krahasim sistemin e kaluar, as nuk mund bëhet. Duhet të shpejta. Dhe kjo duhet të mbarojë. Ne duhet të vazhdojmë jetën normale tani. I kemi kaluar disa provime. Kështu që në këtë pjesë ne jemi shumë brava. Tani a ka ardhur ky sistem? Edhe me metat e veta, sigurisht. Çdo mirë ka në vet, edhe çdo keq që ka në vet. Sigurisht ka, sepse shumë gjana nuk shkojnë si duhet. Ne futëm sistemin tani, botën virale, jemi në një start shumë të lartë. Por po shikojmë, konstatojmë një rëshqitje, një shplarje, për thaja. Unë kam rres nipa, familjen time, besa, të cilët janë bërë sklavë në rreteve sociale, në telefonit. Do me thënë, janë bërë varqë të ti, janë këthirë robot. Unë do të jepsha një këshill, një apel, nga kjo eksperiencë që kam. Fëmijët dhe për shkolla, i shojmë në kohën jashtë shkollore, i shojmë të vazhdojmë sportet. Sportet fizike, futbolli, e tjera. Gjitha sportet. Për hesapin tim nga e përvoja që kam në këto vite, sjell gjëra shumë pozitive. Sepse këtë moshën e re të adoleshentëve e shput nga koha keqe dhe edukon. Dhe konstatoj me kënaqësi se ai kontingjent jo i vogël që merret në sportin është i mirë edukuar. Nuk është kot, nuk është rasti. Pra sporti sjell jo vetëm në fizikë, përgatitje fizike, po sjell edhe edukim. Pra ne e jap si apel për prezat që kemi duke rritur, në matë moshurit, të bëjmë kujdes
sepse Brezili nuk po reagon. Unë I flas nipit, kam nipin e rritur, du t'i flas 4-5 herë, të bafë në distancë, nga divanin, të nuk reagon. Ore, e firën, nuk reagon të ngërin kokë. Do të nerozilës. Do me thënë, e përshme. Pak sa, po kalojmë pak për te. Duhet vend sa norma që ne I kemi pas, I kemi në zhut këtëllë në brapa, por dhe kështu pa dur, nuk I shonë. Familja pa rregull s'ka. Po, faleminderit. Zoti Gzim, do kisha dashur të më dëgju nga ju me gjithse ceku edhe Pjetri, Bëxha, çfarë risish ka sjellë zhvillimi teknologjik në Shqipëri? Edhe në mbar popull. Pra zhvillimet teknologjik në gjithë botën, po themi globalisht teknologjia ka mundësu shumë çka që njerëzit të avancojnë, të përparojnë, pra të gjithë ata që e përdorin në mënyrë pozitive këtë zhvillim dhe dinë ta menaxhojnë zhvillimin, sigurisht se është një e mirë për të gjithë. Dhe këto ndryshime pastaj janë të prekshme dhe të dukshme, por ata që I përdorin për çështje tjera, pra këtë zhvillim teknologji në përgjithësi, pra sidomos internetin, telefonin, atëherë është diçka tjetër. Po janë pjesë e vogël ata dhe nuk bëjnë tesh. Pra, përgjithësi zhvillimi teknologjik ka bën një ndryshim të madh, revolucion pra në këtë pikë, sepse për ta bërë për shembull një punë që kryen sot një robot apo një teknologji si themi inteligjente, pra duheshin shumë fuqi punëtore, pra por e bën sot teknologjia që ata që është shumë e vështirë me bën njeriu. Por gjithsesi se ka krijuar pak edhe hapësira që niveli I papunësisë në botë pastaj të bëhet një trend tjetër. Pra e gjithë këto kanë edhe anët pozitive dhe negative, ndërsa tek Shqipëria tash. Tek Shqipëria duhet të ndjek trendin e botës, për shembull, unë po e kapi një resor. Po e kapi resorin e turizmit për shembull. Sot është mundësia teknologjike që të kyçen të gjitha mediat e Shqipërisë, të gjitha mjetet e informacionit të Shqipërisë, të japin atë perl qindra kilometrësh e detit, të bëjnë reklama, të njohin Evropën dhe botën me ato që mund t'i shijojnë në Shqipëri. Se unë e shoh, unë jam në Zvicër këtu dhe shoh njerëz se nuk kanë njohuri, pra nuk kanë reklama të mjaftueshme që sillen nga andej për të bërë për detin, dhe që turizmi nga këtej pastaj të vërshoj atje. Por jo të informohet për shembull nga një agjenci turistike këtu të shkojë dhe të pyet se në ç'vend mund të shkojë në Shqipëri dhe si mund ta kaloj. Pra është një punë që Shqipëria duhet të shfrytëzojë këto mjete informative, teknologjinë digjitale dhe gjithçka që është e mundur që të rrit nivelin e reklamave, dhe për këtë duhet të qaset një ministri e tërë për ta arrit nivelin e qasjes për të financuar për këto gjëra në mënyrë që turizmi në Shqipëri të vërshojë. Unë po dëgjoj për shembull që në aeroportin e Tiranës tash më 10 milion udhëtar, por për ata 10 milion duhen armatë e njerëzve duhet pra që ata t'i pres t'i shërbej atje dhe të gjendet në ndihmë atyre. Pra, unë nuk po flas vetëm pikën e turizmit, por të gjithë ata që shkojnë në Shqipëri. Dhe sikur të bësh një reklama për detin, për kohën që tani më jemi po flasim gjithmonë, do të ishte Shqipëria do të ishte një nga perlat më të mëdha të Europës dhe është një çmim I cili e tërheq botën dhe Europën. Pra ne duhet të vedisohemi, duhet të punojmë, duhet të investojmë, duhet të shfrytëzojmë këto teknologji për ta bërë Shqipërinë, për ta prur Shqipërinë përpara secilit qytetar të botës dhe Europës. Dhe kjo mundësi sot përmes I zhvillimit teknologjik është shumë I mundshëm. Shqipëria ka kapacitete dhe unë që në fillim nuk e hapa një temë, nuk do të duheshin djemtë e Shqipërisë apo djemtë e Kosovës, pra siç jam unë tani më rreth 40 vite jashtë, të vinë dhe të punojnë për Europën.
por do të kishin nevojë vendi atje pastaj për ne, për fuqi punëtore. Është një trend këtu, shumica e mjekëve gjerman kanë ikur, gati kanë ardhur në Zvicër këtu. Dhe spitalet gjermane po zbrazen. Është shumë normale se gjermanët pastaj kanë rënë fije, shkojnë në Shqipëri, shkojnë në Kosovë, mbledhin mjekët atje dhe na i marrin mjekët edhe pa mjekësi, se fuqinë punëtore po se po. Pra dikur fuqia punëtore e një punëtor i krahu ka qenë dikur 20 euro, se sot e ke 60, 50, pra edhe 100 shkon, që s'mund gjenë edhe punëtor, pra qoftë edhe për një punë të vogël për një fuqi punëtor. Pra kjo tregon se rinia jonë ka ikë dhe kjo është një fenomen i ndryshimit të madh. Pra vendet tona duhet të mendojnë mirë, duhet të kenë strategji të mirë fillta që këtë trend të paktën ta stopojnë tani më atje ku. Sepse neve po na dalin breza e breza po na zhdukën si që i kemi sot arbreshët. Pra jemi ai brezi i ynë që unë e them shpesh, unë jam marrë me këtë temë në Zvicër, pra në përmedja zvicrane. Dhe që nga 50-a këtej, pra imagjino, ata që kanë ardhur në 50-ën kanë prunë fëmijët e tyre, sot nipa, stërnipa ata dhe shumica e tyre, unë sot kam 4 mbesa e nipa dhe kur shkojmë në Kosovë, thënë po shkojmë te atë dheu i babit ose i gjyshit. Pra ata kanë lindur këtu. Dhe kjo është fatkeqësia, pra ai ndryshimi global që po ndodh. Dhe ky ndryshim pastaj po shkon në shkrirjen e popujve të vegjël, po shkon në shkrirjen, sepse popujt e mëdhenj, siç janë gjermanët ose zvicranët, megjithëse zvicranët takojnë jo edhe atyre popujve të mëdhenj, por kanë strategjinë shtetërore që e ruajnë atë thelbin dhe bërthamën e kombit dhe atë dheut, dhe të tjerët pastaj gradualisht shkrihen tjerët popuj, dhe kësaj pra ne po shkrihemi, ne po zbrazemi, Ballkani po zbrazet. Dhe ky është ai ndryshimi që po ndodh edhe me popullsinë, se jo, pra tema është shumë e gjerë, ne mund të kapim shumë tema. Faleminderit, kaq kisha. Faleminderit, zoti Gzim. Zoti Pjetër, jam shumë e bindur që ke shumë që me thënë, por ne do përpiqemi të japim atë esencën për urbanizimin, pra diversiteti i urbanizimit në Shqipëri. Me çfarë syri e sheh? Tani shumë punë është bërë për urbanizimin në Shqipërisë. Është bërë një punë goxha. Interesi i shtetit, i kompanive të huaja, por ajo që e ka cënuar disi investimet e huaja në Shqipëri në urbanizimin e Shqipërisë janë problemet e konkurrencës, të cilat kanë patur probleme në Shqipëri dhe kërkojnë përmirësime ligjore, kërkojnë kontrolle audite më të fuqishme për të luftuar korrupsionin, takimet pa drejta në tendra e kështu me radhë. Unë ndjoj me vëmendje edhe zotin e Gerej dhe shumë drejt e tha, ajo çfarë ne do të përkushtohemi, do të përkushtohemi në urbanizimin e zonës turistike, sepse këtu është bumi më i madh i zhvillimit aktualisht për Shqipërinë. Është një bum i madh. Është një zhvillim shumë i shpejtë. Domethënë, ne jemi akoma të paprigatitur për akomodimin e gjithë. Ti numri kaq të madh turistësh që vinë vendin tonë. Ne në këtë pjesë sigurisht duhet përqendrohemi në zonat turistike për të përgatitur infrastrukturën, sepse infrastrukturën se kemi aty, akoma, s'kemi forca. Me asistuar ju arnim, nëse që nuk mund rrisë janë privat, dhe kemi sa zhvillime shumë të shpejta, të cilat këtu të përshëndrohen me njën. Dhe pa diskutim, përshëtimin pastaj të turizmit pregëtar me turizmin malor, se ne kemi vlerat të mëdha dhe jo vetëm në turizmin pregëtar. Kemi zona arkeologjike të shumë të rëndësishme që meritojnë vëmendje, dhe kanë vëmendje. Dhe
dhe harmonizojmë pak edhe këtë plazhin e klimës, jo vetëm të detit. Dhe në këtë fushë, pra në urbanizimin e vendit, ku kemi qenë nuk pa fjalë, kemi shumë arritje, dhe shpresojmë të edhe me afrimin Bashkimit Evropian, ata po shojnë hapin kapitull, po shojnë edhe investimet në fushat e përkatshme që të ecin paralel me disa tregus të shteteve të Bashkimit. Sa e drejtë është, përderisa jemi tek urbanizimi, sa e drejtë është që në sezonin turistik të prishen rrugët e plazhit, siç ka ndodhur aktualisht edhe me Shëngjinin, edhe me Veliborin. Tani me Shëngjinin ka marru këto ditë asfaltimit ishte duke u pomi sjellësi dhe një përllëmëritje jo plot e firmës, megjithatë ju tërheqën menja dhe ajo firma e mbylli asfaltimin e rrugës që kishte prishur shumë analizimet e pishëm, u sjellësit, megjithatë kjo është një fenomen. Po Bashkia e Lezhës për shembull ka marrë vendim, ka ndaluar tërësisht notimet, qysh me do të një këtej, nuk kalojnë dot mjetet e mëdha atje, zonën e Shëngjinit, dhe është në pranë plotësisht noktimi, ka të thotë se atë hapet rrugë. Dhe këtë vit Bashkia e Lezhës ka bënë një punë shumë mirë me plazhet që po pengon shazllodët. Shazllodët që s'ke pas ku të rish, as ku të futesh në vijet tonë prekatare. Dhe përjashtu atyre që kanë qenë në kontratë që kanë rësotet, shazllodët e tjera janë shumë kufizuara dhe të tjenë shumë kufizuara në periudhë, që ka bënë më të atraktueshëm edhe vetë turizmi në Lezhë. Zoti Gzim, që mundesh me na thënë për shtehjen e drejtës dhe luftën kundër korrupsionit në Shqipëri Kosovë? Ta bëj ty këtë pyetje për shkak se ju jetoni në një shtet shumë demokratik, që është shtet prej 700 vitesh, jo për të bërë një krahasim, por edhe për të marrë një mësim. Se krahasimet kuptohen. Faleminderit. Sigurisht se ne jetojmë jashtë, por shumë them drejtën, unë bashkëjetoj me popullin tim, bashkëjetoj me brengat e popullit tim, bashkëjetoj me zhvillimet që ndodhin atje, dhe gjitha zhvillimet që kanë ndodhur atje, sepse në fund të fundit i takoj idealit për kombat dhe kam dhënë kontributin tim dhe kjo është preokupimi im, sepse në fund të fundit atë dhe është zemra. Dhe kjo është edhe një breng shumë e madhe, që na brengos edhe neve sigurisht, sado që ne po flasim nga larg dhe dikush nga ndoshta nga vendi atje mund të thotë pa e quhen këta ose, por ne duam që vendit tonë të shkojnë mbar. Dhe shteti së drejtës tashi, tek shteti së drejtës, ndoshta më keni kap në një moment kur mlefi im për disa aspekte është shumë i madh. Them këtë sepse është e 27 apo 28 herë që parlamenti ynë nuk mund ta zgjidhë kryeparlamentarin. Dhe çfarë duhet të themi këtu? Pra është një lojë politike, një lojë matrapazësh, ta quaj ashtu, sepse ky matrapazllëk po reflekton publikisht. Dhe shoqëria civile përgjithsisht duhet të protestoj sepse në fund të fundit me buxhetet e asaj shoqërie, pra po luhet nga kreu dhe duhet goditen krerët për tu ndërgjegjësuar. Dhe ky është ai shteti që ne po e krijojmë. Pra, ne po ja ndihmojmë, ne po i shërbejmë pra asaj propagandës serbe të themi në Kosovë, që 27 seanca apo mos gaboj unë janë mbajtur dhe nuk është zgjedhur kryeparlamentari. Pra fajësia që ndron të gjithë, duke filluar nga krerët atje që sigurisht e rëndon më shumë, sepse ata janë kryefajtorët. Pra. Dhe këtu janë ata lojrat politike dhe ato synimet politike për të zgjatur që ne për fatkeqësi kemi edhe
për fat mirë apo fat keq ta themi kështu, kemi zgjedhjet e lokale në tetor dhe ndoshta dikuj mund t'i bie nga koka prapa që këto zhvillime pra që po ndodhin me parlamentin të shtyrë dhe të shkohet në fund terët e dështimi i gjithçkaje për të mbajtur dy palëzgjedhje. Pra edhe ato parlamentare dhe ato komunale, është fatkeqësi. Pra këtu po luhet me buxhetin. Tashi ta hedhni paralele me që unë jetoj gati 4 dekada në Zvicër. Tu votohet, të vjen fleta të shtëpia, shkon për shembull ditën e diel voton dhe për disa ditë ke rezultatin, kuj si intereson më çfarë ndodhi, pra rezultatin. Dhe ne kanë edhe 5 javë, 6 javë derisa numëron votat. Luajnë me vota, luajnë me kuti. Pra, kjo është turp dhe këto nuk janë zgjedhje. Këto lirisht e them në standardet europiane nuk janë zgjedhje, sepse për me zgjedhë si duhet me kap votën me njëherë dhe mrenda 2-3 dite me u përfundua, jo me i lanë kutit me i tërheq zvar një muj dit, edhe me lujt me to, pasaj pse edhe jo dhe dalaverme. Dhe ky është ajo politika që udhëheqin politikanët e sotëm dhe këtu, kur jemi këtu, pra ne po shohim në për shumë shtetet botës, filon akademiku udhëheq, filon profesori udhëheq, apo filon politikani i shkolluar udhëheq shtetit. Por nuk udhëheq një biznesmen, një njeri që ka i fabrikë qimentoja atje, apo atë, pra dhe akademikët tanë fatkeqësisht nga vitit 2000 kanë heshtur edhe flenë në gjumë. Kjo për faktin sepse u kanë zonë frymën. Dhe ku është shteti tashi që t'i angazhoj njerëzit e mirëfillt dhe jo të marrë njerëzit nga rruga, hajde se ky ka pasuri, ai tjetri ka para, ai tjetri ka firma, ai tjetri ka objekte ndërtimi atje, dhe të futen me bizneset e tyre deri në parlament për ta mbrojtur pastaj pasurinë e tyre. Kjo është fatkeqësia. Pra, duhen njerëz të mirëfillt, njerëz që e njohin politikën. Neve nuk na duhen artista e inxhiniera ato të na udhëheqin, por na duhen njerëz të mirëfillt, të shkencës, të dijes, të politikës, që kanë studiuar politikën dhe e njohin mirë politikën. Mos kujtojmë se ne shqiptarët s'kemi. Ne kemi plot njerëz të tillë, por nuk i marrim ata, u kemi zonë frymën mirë atyre dhe tash. Dhe këtu shteti së drejtës tash. Po kthehem gjithmonë te ajo. Është i kapur, normalisht është i kapur, sepse kur bën 2-3 mandate, siç jemi ne ballkanasit, edhe di boll mirë ti kapim institucionet, ja zon frymën edhe institucioneve, ja zon frymën prokurorive, prokurorive speciale, gjitha atyre që merren me këtë çështje dhe duhet merren me këtë. Dhe shteti së drejtës normalisht se zihet në zagoshi, pra ja zon frymën. Ka shumë të flitet, ka shumë, dhe nuk ka krahasim me atë që thatë ju Zvicra është vend me 700 vite shtet për shumë. Ne jemi, por ne s'po bëjmë hapa, kjo po mbrëmos. Ne s'po bëjmë hapa, sepse Shqipëria që nga 1912 sot ku duhet të ishte. Apo edhe Kosova për këto 26 vite. Pyetja është për të dy, cilët janë format ose faktort që ndikojnë në forcimin e institucioneve. Ligje kemi plot, nuk vuajmë për ligje. Unë do ta merr fjalën në fillim pra. Luftën kundër korrupsionit. Pra ne duhet të bëjmë luftë të ashpër kundër korrupsionit. Duhet të demaskojmë, duhet ta denoncojmë korrupsionin në çdo pore të jetës ku ndodh ai. Ndryshe do të dobësohet shteti, do të dobësohen institucionet. Forcimin e institucioneve, pra institucionet shtetërore duhet të jenë pavarura, jo në ndikime partijake, para po kthehem aty që ish partitë që kanë qenë pushtet, apo sotme të përpiqen gjithmonë që prokurorit t'i dominojnë vetë, pra t'i vënë njerëzit e vetë atje, dhe pastaj shteti së drejtës është lënda jote mund të shkojë sot, por mund të shqyrtohet pas një 5-6 vitesh, pasi dikush të ketë hecur. Pastaj, forcimi i administratës publike dhe efikasitetin, shtimin e efikasitetit të saj.
Të gjitha këto institucione pra duhet të forcohen që shteti së drejtës të funksionojë. Unë doja lënë fjalën zotit Pjetrit, edhe ai ndoshta ka për thonë diçka është më afër rrjedhave. Po sigurisht edhe në Shqipëri, edhe në Shqipëri. Po. Korrupsioni është ai kanceri që kryet skeletin e një kombi. Dhe shumë problem, është edhe këtu në Shqipëri, jenë bërë disa hapa, jenë nërmarë disa reforma, megjithatë, mund të thoja që e do kisha besim që në këto vite, kuadrin e atyre kapitujve, gjithmonë u referohem shumë atyre, që janë të detyrueshme për ne, të bëhet një reform e thellë kushtetuese. Ajo është çfarë zotja Geraj e theksoi më tretë, theksoi me theks veçantë shtetin e drejtës. Ne nuk kemi solucione të forta, për të thënë se s'kemi fare në disa të tjera. Por atje ku i kemi janë krejt të prishtë. Një reformë kushtetuese në kodin penal, në shumë ligje, në për problemet e konkurencës, në problemet e auditeve, për forcimin e institucioneve shtetit nuk pat pa institucion, mund të bëjë një person, vetëm prezenci i institucionit, pa institucion. Do më thënë, në gjithë të shtetin e së drejtës, për shteti i së drejtës funksionon vetëm me institucionet e ligjit, me institucionet shumë të forta. Këto nuk i kemi të forta në Shqipëri. Një reformë e tillë kushtetuese, që për shembull do të merrja kodin penal. Pa nevojë për një reformë të thellë kodit penal në Shqipëri. Ne dëgjojmë çdo ditë që numri i parabujkosëve pa dënuar shkon disa herë e ka lënë numrin e të përkosëve të dënuar. Që janë pa dënuar akoma. Në gjithë botën vazhdon hetimi në mënyrë të lirë. Që të mos për disa probleme që janë më pak rrezikshmëri shoqërore dhe këtu këtu pishohet, pram të arrestojnë, e ma atje i jepuk më në ushqim, pashka se shtohet ki numër, dhe në korrigjin e taksa paguzve të është, ka një kosto, dhe për puna në shtë dhe të një rezultat pa fashën, e lu dhe i pa fashën fare. Nërko që për pafajshtin nuk përgjigjet fare. Për shumë probleme nuk ka nevojë të pragosin e tjetëri, a ju mu akuza. Akuza e pastër. Po jo të shohë, si pragosin se të shohë ti. Të shohë ti për punën tane, për jetive tuja, në zjerë, para drejtësisë, pragosin. Dhe nëjë në pragosin. Dhe, thënë kjo, kemi shumë probleme tjera për unë mora këte reformën kushtetuese. Reformën e thellë kushtetuese të tëtë, të gjitha institucionet, jo veç të korrespondencës të drejtësisë, të organeve të drejtësisë, por edhe të fushave tjera, reforma kushtetuese, edhe për kodin zgjedhor. Një reformë e thellë, edhe për kodin zgjedhor. Dhe gjithë këtë zëllëmahi që kemi, nuk bëjmë atë sistemin elektronik, se na pasa kosët madhe. Jo. Ne e këto lekërishme që bëjmë, sistemin tonë zgjedhor, ja kalojmë disa herë, ja kalojmë atyre shpenzime që do të kishte një sistem i pastër elektronik, që le pa fjallë gjithë kanë, që votohet sistem, vërtet, në një herë sistem. Pa pas nevojë dorë në njeriu, ato nëmosit një sëderë politik, një lagje dhe tjetra, kalojmë, rishojmë, njëri hynë tjetër del, njëri hapë kutit, tjetër bëllë kutit, tjetëri me i vullë, tjetëri me i hapat e matanë, tjetëri me i nëmohat e përtej. Kështu që të janë gjana primitive. Edhe në sistemin zgjedhor nga ka kriju shumë probleme, sepse sistemin zgjedhor ka, edhe këtu Shqipëri, ka probleme që duhet pa edhe kodin zgjedhor. Pra në kodin e kësa reforme, unë thamë që do të bëhet shumë mirë
dhe do të ndikojë shumë edhe lusta ndaj Rusit. Para se të merrni fjalën zonja Brenda, unë do të përshëndesja një mikun tim Gzim Vuca, i cili përmes linkut të tij tek revista Fjala na jep edhe emisionin ton drejt për drejt për atij. Ai përcjell më tej. Pra ne e përshëndesim dhe ju urojmë atij. E përshëndesim, ju urojmë gëzuar Kurban Bajramin, shëndetje bashkë. Ne gëzuar miku. Vërtet, Po zonja Brenda? Shoqëria civile dhe qytetarët, fuqizimi i shoqërisë civile. Çfarë argumente kemi? Ne shoqëri civile kemi, por nuk është e mbledhur. Jemi gjitha ajo armata e popullit, pra jemi ne shoqëri civile, ajo që duhet kontribuojmë, por mbi të gjitha janë edhe OJQ-t e ndryshme të cilat financohen nga shteti. Janë faktore të kyç që nuk funksionon shoqëria civile. Ndoshta shoqëria civile pak a shumë bjerë në kuadrin e interesave, apo edhe është lodh shoqëria civile, është lodh, pra siç e tha zoti Pjetër më herët, një fjalë të bukur dha zgjati shumë kjo periudha e tranzicionit dhe duke prit gjithmonë në ndryshim, s'po vjen ndryshimi, pra është lodh dhe kësaj më thonë një pjesë e shoqërisë civile ndoshta po dorëzohet. Por unë nuk do të kisha kërkuar dorëzim kur, e as sesi nga OJQ-t e ndryshmet, por ndoshta edhe ato financohen nga shteti dhe nga institucionet dhe në shumë raste edhe i mbyllin syt për të heshtur. Pra, fuqizimi i shoqërisë civile, një shoqëri civile e fortë e pavarur, është një faktor kyç në llogaridhënien e qeverisë dhe për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve. Pjesëmarrja e qytetarëve, inkurajimi i pjesëmarrjes së aktive të qytetarëve në proceset vendimmarrëse dhe të jetës publike, si dhe ulja e polarizimeve, një shoqëri me pak polarizuar ku ka më shumë dialog dhe bashkëpunim mes palëve të ndryshme politike dhe shoqërore. Por unë këtu do të shtoja edhe këtë. Nëse në Zvicër për shembull e thuani kërkesë apo e keni kërkesë, dhe kërkesa jote është shumë e rëndësishme. Kërkesa jote do të arrijë gati deri në shtetet e larta. Dhe do të merret, do të shërtohet, do të respektohet, pra edhe një kërkesë e individit. Ndërsa tek ne qohet një shoqëri e tërë proteston dhe nuk i vënet vesh kësaj pune. Pra, ky është dallimi. Ky është dallimi që unë shpesh po kthehem edhe një herë tek tema arsimimit. Jo, pra këtu duhet bën ta edukim. Më fal, zoti Gzim, para se shkojmë atje. Jo, unë e ktheva vetëm shembull. Nga gjithçka që ti përcolle, unë e kuptoj që sindikatat në Zvicër nuk kanë nevojë të merren me këto problematika sepse nuk i kanë. Por në shtetet Ballkanas, me gjithë këto problematika që ne kemi, si shpjegohet që sindikata, që është organi më i lartë i përkrahjes popullore, nuk funksionon. Po, tamam në shembull. Një sekond, nuk ka funksionuar prej shumë vitesh. Por ajo që ka ndodhur është fatkeqësi për popullin, sepse atyre për të mbyllë gojen, ju kanë dhënë dhuratat mëdha si shtëpi, prona, qoftë në Durrës, qoftë tek Panorama në Korçë. Pra, shiko sa e thellë. Janë vënë gjumë, domethënë. Sindikatat janë vënë gjumë. Po, sa e thellë ka qenë sulmi. Për ata, por me dëmtim shumë të madh për shoqërinë shqiptare, sepse po nuk pati mekanizma sipas meje, po nuk pati mekanizma të luftojnë pabarazin, luftojnë korrupsionin, me bashku popullin aty të ngrejnë zërin për një padrejtësi që i bëhet mbar popullit. Si mund të ketë drejtësi në një shtet çfarë do të qoftë? Unë po flas për shtetin.
Unë e thash më herët, por e thash në mënyrë tërthort, pra respekti I fjalës ka humbë. Pra nuk është respektua asnjëherë fjala dhe po vi tek fjala e Zotit Pjetër që tha kjo çështja e demokracisë tonë zgjati shumë. Pra duke humbë respekti asaj që ne po kërkojmë për shembull për një të drejtë dhe nuk po respektohemi. Pra gjithmonë nëse ti zgjohesh dhe kërkon diçka, nesër do të jesh I stigmatizuar, nesër do të ketë një masë diku, ndonjë masë administrative diku që ty të ulin, të ta mbyllin gojen, dhe ti mos bëzash. Pra e gjejmë formën dhe metodën, sepse pushtetet nuk janë të mirëfillta. Ta themi këtë hapur, pushtetet në Ballkan nuk plotësojnë standardet mirëfillta europiane. Dhe këtu duhet bëhet lufta, por lufta do të jetë e përgjithshme. A duhet të ndryshohet sistemi edukativ-arsimor që shoqëria shqiptare të ndjek trendin e zhvillimit botëror? Pyetja është për të dy ju. Po gjithsesi, unë do të filloj e do ja lëm pastaj Zotit Pjetër edhe fjalën. Gjithsesi do të ndryshohet sepse ne po I shohim rezultatet. Pra ne po e shohim që bota po ecën dhe ne nuk po krijojmë për shembull mundësi që të ecim krah me botën, por të presim të gjitha teknologjitë e botës, janë një shembull. Të gjitha teknologjitë që I kemi sot nëpër duart tona, por kanë emra të huaj, kanë emra anglisht, për shembull gjermanisht, që janë të shpikur nga të tjerët. Me çfarë po merremi ne, çfarë shpikëm ne? Pra ne duke I shit molla e dardha njëri tjetër. Ne nuk po kërkojmë inovacione për të shpikur, për të zhvilluar dhe për të ndjekur shoqëritë e botës në zhvillim. Pra, gjithsesi duhet të ndryshohet sistemi I arsimit, sepse edhe rezultatet po na e dëshmojnë këto. Dhe ka disa vite që po na përcjellin rezultatet e PISA-s duke qenë të fundit apo të parafundit me afrikanët atje në listë. Dhe kjo është pra arsyeja më e fuqishme që ne të mendojmë për sistemin arsimor, të krijojmë breza, të krijojmë kuadrot dhe të krijojmë. Ja për shembull ne me mundësitë që kemi ne këtu në Zvicër, janë brezat e ri që kanë shpërthyer nëpër ekonomitë e shteteve të Europës, sepse po edukohen këtu. Pra jemi popull inteligjent, duhet pranuar këtë, por mundësitë na japin pak, sepse shkollat tona akoma mësojnë me drasat zeza diku edhe me shkumse me një fletore në shkollë, apo edhe unë me që uroj të jemi gabuar, por kam dëgjuar një listë të disa mijëra analfabetëve në Shqipëri, pra po them, që mua më ka ardhur pabesueshme, pra a nuk është një shembull ky që duhet ndryshohet, duhet bën reforma në arsim, për të ndryshuar statusin e këtyre njerëzve. Përpara s'ke guxuar me çu fëmijë në shkollë se ka shku prindin në burg. Ndërsa sot si bëhet kuj 40.000 analfabet, po të merresh ti. Dhe këtu pra duhet të ndryshohet gjithsesi. Duhet ndryshohet edhe për tregun e punës, sepse tregu I punës tash po ec drejt teknologjisë dhe zhvillimeve dhe duhet të përshtatet fuqia e re punëtore, e ardhmja duhet I përshtatet dhe zhvillimeve të kohës dhe të teknologjisë. Dhe patjetër, për të hyrë në tregun e punës, ti duhet ndryshosh formën e edukimit, duhet ndjekësh trendin e botës, për ta ndjekur teknologjinë dhe për ditë ato për ta përdorur, sepse ajo po zaventson gjithnjë më shumë fuqinë punëtore. Dhe nëse nuk je për atë treg, atëherë do të mbetesh jashtë. Unë kaq kisha, Zotit Pjetër, ndoshta do të na shtonte më shumë diçka tjetër. Zotit Pjetër, po I them, do ta pyes diçka tjetër. Sa do të arrijmë ne të integrohemi me standardet ndërkombëtare? Po. E po dhe trendin e kohës normalisht. Po, vetëm dy fjalë desha të flisja për shoqërinë civile, siç Po. Koncepti I një shoqate jo qeveritare është përfaqësimi I një grupi të caktuar shoqëror që kërkon të bëhet tani diçka. Të bëhet ndaj një shumice, të bëhet ndaj shtetit, janë të magjanizuar,
për racën, për racizmin, për bullizmin, për drejtat, caktura e grupeve të ndryshme shoqërore. Dhe kjo, në Shqipëri ka vend vetë tiu që nuk bëhet për urdhër kjo punë. Nuk bëhet shoqëria civile. Nuk bëhet të bitan. Nuk vetë shoqëria. Nuk të ndërgjegjësohet. E ketë përfaqësimet e tyre, ketë kërkesat e tyre, që është një mënyrë ose mënyra më e mirë për të marrë pjesë në qeverisje, të marrë qeverisje, për të qenë dhe pjesë në qeverisjes. Edhe ta mbyll këtë, ndërsa për në Europë, unë jam shpresë plot që marrëna vitit, si shashtan, çojtë kode, ne të jemi pjesë e Europës. Ajo që unë kam qik rezerva, që shikoj nga të mbështrimin tim, është sepse me vërtet jemi detyruar të respektojmë ato kapitull, gjithë kapitullet, që në Europa për të qenë ne gati për të plotësuar, por jetën kohë edhe ne du të imponohemi Europës. Sepse edhe ne, Shqipëria, vërtet ka këto detyrim ndaj tyre, po dhe ne kemi vlera tona. Kemi shumë vlera. Të cilat paralel me këto kapitull, du t'i prezentojmë, pasqyrojmë, t'i vëmë në pa. Që atë shë e për ju dhe jo veç diçka teknike. Po burra du t'a bëjmë që ta në ta. Po ne, shkojmë me dignitet në Europë, që ose du të shkojmë dhe shkojmë. Jo me zorë. Jo, po të shkojmë me vlera tona, kemi vlerë. Kemi çfarë prezantojmë. Dhe kjo pjesë, sikur i shohet pak. Megjithatë unë jam besim plot, se mekanizmat janë duke ecur, Shqipëria edhe për arsye të tjera madhore, strategjike, politike, por edhe sepse jemi afruar standardeve, që mund të thënë që kemi arritur, përgjithsisht themi që do të jemi pjesë e Europës dhe jam besim plot që do të jemi shumë pjesë e Europës. Ala kësaj dakord. Do doja për ta mbyllur me një pyetje që secili prej nesh japim mendimin tonë ashtu siç e ndjej. Nëse kërkohet ndryshimi i sistemit arsimor në Shqipëri, pra që nuk është thjesht domosdoshmëri, por një investim strategjik për të ardhmen e Shqipërisë. Çfarë do të mendoshit që duhet me ndryshu? Po filloj pak e tha dhe zoti, profesori, ndryshimi i sistemit arsimor në Shqipëri. Pra që nuk është është urgjente. Ne jemi duke përgatitur prezin që do të shtyjë këtë zhvillim. Do të shtyjë këtë botë digitalizuar. Domethënë, e si mundën që ne jemi të përgatitur të brez që një pjesë e mirë e tij është analfabet, që shkon shkollë formalisht të shkruaj emrin e vet. Besoj që jemi të i bërë shërbim më keq vetës dhe kompjuterit. Salmis tonë. Jemi të investu pak, pa përgjësi, pa kontrol, pa kërkesë. Ky brez, që është duke ardhur. Ky do ta shtyjë përpara. Edhe është të mërë. Vetëm që Durrës dhe Elbasan, Durrës dhe Elbasan janë 48.000 analfabet. Për ta shkurtuar, flasi sot, kur ne thamë që në 26, dhimet e tranzit pas luftës ditë botërore, u bua luftë e madhe për zhdukjen e analfabetizmit. Dhe arriti, shumë shpejt ta zhdukjen e analfabetizmit. Ndërsa këto vite ne e kemi, dhe të bëjmë mbrapa, është pa falshme. Kështu që reforma në arsim është diçka shumë urgjente. Duhet shumë shpejt dhe në të gjithë komponentët e saj, jo thjesht me fjalë bombastike, me prallë, po me reforma konkrete. Dhe në këtë fushë, modelet janë, mekanizmat janë, dhe unë mendoj që duhet të hyrë shpejt. Jemi shumë përdojnë. Se jo këtë dhe misionit, usullë gjitha nej, prapë, dhe duke arsimit. Sepse kemi pikën më tonë.
A ky është stili i dijes për secilin. Për mua është pika më tonë që duhet në rrjetë shpejta dhe në forma të tjera. Zoti Gzim, keni që tjetër? Jo, unë pajtoj me Zotin Pjetër gjithë ato që i tha dhe sado që të bisedojmë ne asaj që duhe i ram, tamam, domethënë. Dhe mendoj se mjaftë ta. Unë ju falenderoj vërtet që Faleminderit shumë, faleminderit edhe ju. Faleminderit. Faleminderit, nga prend. Faleminderit shumë për këtë podcast. Në fakt, para se shkojmë tek leximi i mesazheve dhe përve të cilët kanë pëlqyer emisionet, do doja të flisja edhe një herë 2 fjalë për mjekun nga Prishtina, Muj Haliti dhe bia Valentina Haliti. Mjekësi popullore me qendër në Prishtinë. Trajton problemet e ernies diskale, vertebrale, shkurizore, minidisk dhe spondiliatroz. Numri i telefonit është 033 44 171 005. Edhe një herë numri i telefonit 0033 44 171 005. Është ndërmjet padyshim, është ndërmjet më specialist popullor që mund të kenë trojet unë në shqiptare. Është shumë i vlefshëm, nuk është e nevojshme të bëhen operime për këtë që unë citova. Respekt për mjekun popullor Muj Haliti, neve atë e kemi pasur në emision në pranverën e këtij viti, por presojmë që ta kemi edhe një herë për t'ia sjellë dëgjuesve tanë njohuritë e tija, ndoshta edhe njerëzve në nevojë. Faleminderit mjekut për ndërmesën e tij, interesimin. Unë edhe një falje duhet të kërkoj dëgjuesve dhe shikuesve të podcastit tonë. Në fillim patëm një problem rreth lidhjes me faqen tonë Sibilat e Veriut dhe sigurisht që dëgjuesit tanë na mirë kuptojnë dhe u desh të lidhem pra përmes faqes time, por neve e kemi linkun atje dhe sigurisht kanë mundur të na ndjekin. Por gjithsesi ky emision do të jetë edhe në YouTube për një 10 minuta dhe kanë mundësi që ta ndjekin në vazhdimsi, pra shpresoj në mirë kuptim. Në brenda? Po, faleminderit. Miranda Kroci Lerti, urime suksese Sibilat e Veriut në mbarësi paqit, Zhëvalin Gjeta, urime mbarësi gjithmonë, Pilo Pushi respekt, Pekulla Miftari respekt, Ajredin Shala, urim pesa të mirat, urime mbarësi dhe gëzuar, Alma Gjelaj Shkoza, urime dhe suksese gjithë hera, ju uroj Sibilat e Veriut. Respekti me njohje gjithë hera për drejtues të emisionit dhe për stafin tuaj të panodhur, urime, respekt e suksese. Sibela, respekt, parashqevi Hallka i Qipa, urime dhe suksese, bravo, Plum Matraku, gëzuar Bajramin, Boris i Shkoza, emision të mbare, urime, Prena Prendi, urime, gëzuar Kurban Bajramin. Për të nota, i teze, përshëndetje, urime pa fund dhe suksese, për qafaj shëndetje, gëzuar të gjithë. Fatmira Limani, urime suksese, respekt jush e tëftuarit për emisionin, gëzuar. Angelici Pango Manesi, super. Valentina Jako, suksese, respekt. Respekti me njohje për secilin për jush, gëzuar, e shëndet e mbarësi për ju dhe familjar tuaj. Faleminderit ju miq që keni pëlqyer në emision, Gëzimajgera i Valentina Jako, Sabajete Lezi, Ndueteta i Fehmi Tireva, Mirshada Logu Pukarita, Angelici Pango Manesi, Fatmira Limani, Fazli Morina, Libra Temi, Bejtulla Miftari, Rizalanta Jatyl Pilafi, Prena Prendi, Boris i Dje Shkoza, Prek Shkoza, Tori Shkoza, Luzbanda i Dashameleka, Rahim Pila, Perviz Karoshi, Ferdinand Moskaj, Shpesa Fundo Gjeqi, Sami Matranqi, Eva Karaliu, Gjeqi, Plum Matranku, Safet Selimaj, Parashqevit
Kajqipa, Razje Spaho, Nikol Gjënfroko, Cindy Peleka, Nua Filipaj, Kristian Leshi, Vitore Puka, Drita Guri, Sidela, Shpesa Zornaci, Abdullah Rifaj, Alma Gjidesh Hoza, Hasan Veseli, Dira Bil Hoxha, Hayreddin Shala, Lulzim Hajdari, Komria Bil Shala, Filo Qerim Kastrati, Fatmir Hoxha, Giovanni Gjeta, Gëzim Biba, Miranda Trocedeti, Kristina Lula, Gens Ndreca. Faleminderit miq që jeni gjithmonë me ne, shëndet e mbarësi për ju e për familjarët tuaj. Gjithashtu, një sekond, sot fiksim. Sigurisht është problem për t'i mbledh sepse janë diku 7 faqe të shpërndara dhe është e pamundur ta ditu përgjigje. Për ju u përshëndes të gjithëve kushtatit. Faleminderit. Fatmira Limani, urime suksese, respektush për emisionin, respekt e mirënjohje poete, faleminderit. Boris Elia Shkoza, mirë mbrëma për ju drejtues e radios, siglat e veriut dhe tëftuarin të nderuarin Tjetër Gjuka. Urime për emisionin, mësuar festë e madhe të Kurban Bayramit, ka më shumë emisionet. Janë shumë të nevojshme urime. Shumë faleminderit, rritë Zoti. Miranda Trocedeti, mbrëmje të bukur, siglat e veriut, suksese pa fund, suksese poete, mbarësi e gëzuar festën. Unë, si gjithmonë, emrat të cilët kanë pëlqyer emisionin dhe janë në podcastin e sotëm, nuk i lexohen dot sepse ne jemi drejt për drejt. Por faleminderit shumë për pëlqimet, faleminderit për komentet, pasi janë burim frymëzimi për ne, janë mbështetje gjithashtu. Shëndet, lumturi e begati për secilin prej jush, faleminderit shumë Zoti Tjetër Gëzim, shumë faleminderit për tekniken, për gjithçka që sjell dhe realizon për Radio Sibilat e Veriut. Faleminderit zonja Prenda, faleminderit për kohën që keni ndarë, mundin dhe kontributin që keni dhënë për dëgjuesit dhe shikuesit tanë. Faleminderit Zoti Pjetër, qofshi gjithmonë i nderuar, faleminderit shumë, jeni shumë i respektuar nga ana jonë. Ne jemi miq dhe njihemi edhe nga jeta e përditshme dhe jeni shumë i çmuar për ne. Prandaj edhe ju ftojmë me shumë kënaqësi në podcastin tonë që të japim kontributin së bashku. Të falenderoj nga zemra dhe të uroj shëndete të mira juve dhe gjithë familjes suaj. Faleminderit miq që na dëgjuat në këtë mbrëmje të ditës së parë të Bajramit, qoftë i gëzuar dhe gëzofshi edhe ju në familjet tuaj. Një natë të mirë për gjithë dhe mirupafshim.